Histerit kolektive ku edhe armiku më i madh pas vdekjes vlerësohet me notat më të larta nga kundërshtarët e tij nuk kanë fund në Shqipërinë që ka treguar se para publikut udhëhecit hiqen si armiq, shahen, kërcënohen, madje edhe cënohen fizikisht e pas kamerave janë miq të ngushtë që ndajnë përfitime, tendera, leje ndërtimi e interesa meskine. Një rast i tillë doli në pa edhe pas ndarjes nga jeta të Fatos Nanos, politikanit që pas 14 vitesh në krye të Partisë Socialiste, disa herë kryeministër e 5 herë deputet, pas humbjes së zgjedhjeve të vitit 2005, do të largohej nga politika për të mos u kthyer më. Për të ndjerin Fatos Nano, shkruan me qindra e mira personazhe nga më të thjeshtët tek kundërshtarët më të mëdhenj të tij, si Sali Berisha jashtë partie dhe Edi Rama brenda Partisë Socialiste, i cili i shohi edhe ëndrrën e vet me të paplotësuar ato të zgjedhjes në krye të shtetit, si presidenti i Republikës. Kjo histeri kolektive, që në rastin më të mirë tregon një lloj njerëzillëku pas ndarjes nga jeta, e në rastin më të keq tregon se ata që dikur hiqeshin armiq të përvetuar, nuk pas këshin qenë edhe aq, nuk u la pa u komentuar edhe nga një prej zërave më kritik brenda Partisë Demokratike, Myslim Murrizi, i cili njëherësh është edhe një prej më të votuarve në listën e hapur të koalicionit opozitar në Tiranë. Në një postim në rrjetet sociale, Myslim Murrizi shkruan se jetojmë në një kohë hipokritësh, të pështirë, mbushur me frymor që mezi presin të vdesësh, që të shkruajnë dy fjalë të mira, me mendimin se të gjithë mund të harrojnë çfarë kanë thënë për të ndjerin sa ishte gjallë. Si njerëz të gjithë jemi të përkohshëm, shkruan ai, në këtë botë. Edhe kur ikim, nuk ka më asnjë vlerë se çfarë thonë apo çfarë shkruajnë ata që kanë sharë u rryer sa je gjallë. Teksa justifikon, Murrizi shpreh kritika për atë që e vlerësojnë çdo kënd pas vdekjes, pavarësisht se çfarë kanë thënë e bërë ndaj tij kur ai person ka qenë gjallë. Ajo që më bën përshtypje është modeli histerisë kolektive virtuale për të shkruar kur largohet nga jeta një person publik i kujdo fushe. Më poshtë, po ripublikoj postimin tim të bërë kohë më parë kur u ndan nga jeta i ndjeri Ismail Kadare. Më hapir shumë kjo hipokrizie e statuseve në Facebook për çdo person publik që largohet nga kjo jetë. Deri tek ngushëllimi i familjes të afërmve apo miqve është njerëzore, dhe sevap, nëse ke mundësi t'i hedhësh një dorë dhe kujdo të njeri që ke njohur sa ishte gjallë. Por kur shoh romane me fjalë prekse e mburrje aq të shumta sa do habitej edhe veti ndjerin nga njerëz që nuk kanë asnjë njohje, asnjë lidhje apo asnjë lloj kontakti me çdo të ndjer që ikën nga kjo botë, vetëm për të treguar se është në pjacë, më vjen sinqerisht pështirë. Në këtë botë të gjithë jemi kalimtar, dhe emri rron më shumë se sa kufoma, qoftë për mirë e qoftë për keq. Secili nga ne ka në fatin e tij të lërë emër të mirë ose jo në këtë jetë kalimtare, dhe askush tjetër, me çfarëdo lloj postimi, real apo hipokrit, nuk mund t'ja zmadhoj apo zvogloj emrin askujt të ndjeri që ikën nga kjo botë. Kush mendon se zmadhon emrin e tij me postime servile, hipokrite, apo elozhe e sharje, ose fyerje ndaj kujdo që largohet nga kjo botë, i ka të kotë, sepse emrin e mirë apo të keq në këtë botë kalimtare, cili don nga ne krijon gjatë jetës së tij, me sjelljen, shpirtin dhe zemrën me të cilën prezantohet gjatë jetës në këtë shoqëri ku jetojmë. Modeli që të shajmë, të urrejmë, të xhelozojmë, e të kemi inat sa je gjallë, e pastaj nuk lëm gjë pa shkruar me mburrje, elozhe e lavdrime kur vdes, nuk besoj kurrë që është modeli njerëzve me karakter e dinjitet, por një hipokrizi e pështirë. Respekte për cilin do që mirë kupton këto fjalë të mia dhe shumë faleminderit për kudo që nuk është. Por në vazhdim e reagimeve, Murrizi ka publikuar edhe një video ku tregon se si në kohën e Fatos Nanos, çdo miting i Partisë Demokratike tentohej të prishej. Në këtë postim, ai një herë shkruan: Prill 1998, takimi deputetëve të Partisë Demokratike në Pallatin e Sportit në Vlorë, kur ishte kryeministër Fatos Nano. Berisha nuk ishte në këtë takim se pas marsit 1997 ka hyrë në Vlorë për herë të parë në maj të vitit 2000. Shifeni mirë ju spurdhjak që sot keni kapur prej fyti Partinë Demokratike, si me nder udhëheqësa, si futen me dhunë enveristët bashkë me policë civila për të prishur takimin.
Në atë kohë një pjesë e juaja ka qenë me Partinë Socialiste, ndërsa ju, më të rinjt, që në ato kohë keni qenë me qurre, keni patur prindërit antar të Partisë Socialiste dhe të komiteteve të shpëtimit ku drejtues ishin bandit dhe kriminal. Një kujtes për të gjithë ju bilbilusha politik të Partisë Demokratike dhe Opozitës, që keni 2 ditë që u lodhet duke bërë statuse në Facebook e postuar foto me të ndjerin Fatosnano, duke shprehur konsiderata e ngushëllime me ngashërima e plot lotë qurre. Kjo ka qenë panorama pothuajse e 8 viteve, 1997-2005, e sakrificës së demokratëve për të mbajtur gjallë këto parti, që në 2005-2013 Berisha e qerasi pushtetin ke bythec të kopit, që u shndruan në kokra hajdutësh që prej vitit 2013 kanë ikur pothuajse të gjithë në Partinë Socialiste, ku e kanë genin dhe vendin.